Nga të gjithë dihet dhe njihet që muaji tetor quhet muaj roz, pikërisht për faktin se bëhet sensibilizimi për të gjitha vajzat dhe gratë për sa i përket kancerit të gjirit. Mjeku më i mirë për diagnostikimin e kancerit të gjoksit është vetë vajza apo gruaja. Pse e them këtë? Pasi shumë e rëndësishme është që të bëhet vetë kontrolli i gjirit çdo muaj. Nënvizoj, vetë kontroll i gjirit çdo muaj. Vetë kontrolli mund të bëhet në këmbë, mund të bëhet ulur, mund të bëhet në dush, po mund të bëhet dhe shtrirë tek ato të cilat janë të pamundura. Unë tashmë do t'ju demonstroj se si ju duhet ta bëni vetë kontrollin. Duke qenë në këmbë, hapi i parë, hapni të dy krahët anash dhe shikoni madhësinë e gjoksit, shikoni lëkurën, ngjyrën e saj. Hapi i dytë, të dy krahët i ngrini lart dhe do shikoni ngrihet gjokset po apo jo, pra kemi një kontraktim të tyre apo nuk kemi. Hapi i tretë, të dy duart i vendosni në mes dhe sigurisht jeni duke parë nëse keni ndonjë defekt tek koka e gjirit. Është më e dalë, e rrafshuar, pra e shesht, apo është më e futur. Pasi keni kryer këto tre veprime, do filloni me vetë kontrollin e gjirit. Nëpërmjet mollcave të gishtave, duke filluar nga koka e gjirit, në mënyrë rrethore, duke mos lënë asnjë milimetër pa prekur, do filloni në mënyrë rrethore në drejtim të akrepave të orës, duke palpuar gjoksin. Ajo çka do nënvizoj, duke ardhur në anën laterale, pra të gjoksit, do t'i mshoni apo do palponi pak më thellë gjoksin tuaj. Po kështu dhe me dorën tjetër, në të njëjtën mënyrë siç vepruan me krahun e djathtë, në të njëjtën mënyrë dhe me të majtën. Pasi keni mbaruar këtë veprim, do kapni thithat me dy gishtat tuaj dhe do t'i shtrydhni për të parë nëse nxjerrin ndonjë sekrecion po apo jo. Po nuk përfundon këtu vetë kontrolli i gjirit. Pasi të gjitha qelizat dëmtohen duke shkaktuar kancer të gjirit, pikërisht në ato vende ku kalon limfa. Çka do të thotë? Ne do kontrollojmë dhe nënsjetull. Vendosemi krahun e majt apo dorën e majt mbi kokën tuaj, nëpërmjet mollcave të gishtave, mundësisht duke i bërë në këtë formë, në formën e lugës, dhe filloni nga lart duke palpuar, pa lënë asnjë milimetër pa palpuar, dhe do t'ju lutesha, do kaloni dhe poshtë pak tek brinjët tuaj, duke parë me shumë kujdes nëse kapni ndonjë gjëndër të vogël po apo jo. Mbasi mbarojmë këtë krah, vazhdojmë me anën tjetër, po në të njëjtën mënyrë, me gishtat në formën e një kupe apo të një luge, vazhdojmë nga sipër, vim duke palpuar milimetër pas milimetri, ecim deri poshtë, duke kontrolluar deri tek brinjët, pasi gjithandej kalon limfa. Mbasi mbaroni këtë hap, do palponi këtu mbi klavikulën tuaj, në të njëjtën kohë, me 4 mollzat e gishtave, në këtë mënyrë, duke parë nëse prekni ndonjë gjëndër apo jo. Mbasi kemi palpuar mbi klavikull, kalojmë poshtë, duke palpuar në të njëjtën mënyrë ashtu siç bëm edhe mbi klavikull. Të gjithë sipërfaqen. Në këtë mënyrë ju keni bërë një vetë kontroll të plot, por nuk ridot pa e përsëritur dhe pa e nënvizuar dhe njëherë. Ju lutem, bëni vetë kontrollin e gjinjve të tuaj çdo muaj. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Sa më herët të kapet ndonjë problematik në gjoksin tuaj, aq më shpejt shërohet.